Do shohim dy klipe shpejt, dy deklarata të Linda Rejt, njëra për lëndrimin dhe tjetra pse ka dalë nga Bigu, shumë interesante mini. Të gjithë e dim kush e ka futur dhe pse është futur lëndrimi aty brenda. Do të thënë nuk është segreti fati, mos i thuaj. Kush e ka futur? Po do të thënë është aq banale saqë Po thua për historinë që po aludohet që ata dy janë bashkë. po do të thënë ata të dy janë gay, more. Por fakti do të Okej, ta dëgjojmë edhe pjesën pse ka dalë nga Bigu. do ta mbroj veten time, thash pagesën e dua çdo javë. Edhe është në kontratë e shkruar. A ka kaluar ndonjë lek në llogarinë tënde? Jo, pra, po prit. Tani unë isha vënë dakord me stilistën, i thash dëgjoj, ti do marrësh telefon kush ka llogarinë time dhe të hënë, nëse lekët nuk më kanë ardhur, do më sjellësh këtë fustanin. Lekët si mi kishin dhënë. Për deklaratën e parë, aty e sqaron Linda që shishe, edhe thot nuk është krim i thon dikujt na gay ose me bazë të asena çashe. Shumë kisha pas qef që të diele me 21 dhjetor me pas Linda Rejn po ashtu në panel me Jul Dedën, Ajlirin, Gresën, në mësa tash me bo që të pyetje, nuk e di ja vjen në panel në TikTok Live, por do ta pyes. Ke shumë interesante, po më interesante ke me ditë kush e ka qu lëndrimin në Big Brother aty mrena, që ajo ke pjesa më interesante që më interesoj më shumë ti mu, edhe pjesa e dytë pra, po doket që dalja ka qenë për pare, nuk ka qenë për shkak të nejse, mbetet mu pa edhe me sqaru.